A mendoni ndonjëherë se Berisha do t'i pranoj kritikat tuaja, apo kjo do jetë një luftë brenda partisë? Dgjoj, nuk është se unë nuk kam pasur edhe kontakte me Berishën. Pavarësisht se unë nuk kam pasur kur asnjë lloj funksioni, qoftë partijak, qoftë shtetëror. Por Berisha nuk pranon. Nuk pranon për shumë arsye. E para që nuk pranon dhe nuk kërkon në mënyrë absolute që të dalë dikush dhe të thotë diçka atë që nuk e thot Berisha. Gjëja e parë dhe gjëja e dytë e kam provuar disa herë, ku kam pasur vërtet lëvizje të mirë fillta, dhe Berisha nuk i ka pranuar, nuk i ka prishur. Ka prish vetë, nuk është se ashtu. Pra, Berisha nuk e pranon të djathtë, themi më mirë. Aq më tepër pjesa e reaksionarëve që shifemi akoma me syun, ne tek PD shifemi me syun e Kulakut, e reaksionarit, e Borgjezit. Pra nuk është parti që e mirë pret këtë. Pavarësisht se Berisha mundohet në çdo gjë ta shtresën tonë ai e ka përdorur, themi. E ka përdorur gjatë gjithë kohës, e ka përdorur dhe ka përfituar nga shtresa. Nëse Partia Demokratike sot është rrudhur pikërisht sepse ka hik kjo lloj shtrese. Është larguar kjo lloj shtrese. Dhe ata akoma nuk e kanë kuptuar që është larguar kjo lloj shtrese. Duke u larguar kjo lloj shtrese, kjo ishte baza e partisë. Domethënë e gjithë baza e partisë qëndronte këtu. Tash duke u largu kjo pjesë normal, sepse Berisha edhe ka dhe një të keqet të madhe, domethënë ai përcakton edhe se kush është i djathtë, kush është konservator. E kuptoi, caktoi